Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Bima që i ka befasuar të gjithë, ja pse duhet të mbani aloe vera në shtëpi. Aloe vera është e njohur nga egjiptianët si bima e përjetësisë. Ajo ka një sër cilësi shëruese dhe disa prej të cilave mund të jeni edhe të vetëdijshëm. Aloe vera përmban 200 përbërës biologjikisht aktiv, duke përfshirë këtu polisaharidet, vitaminat, enzimat dhe aminoacidet dhe mineralet që nxisin gjithashtu edhe përthithjen e ushqyesve. Nëse nuk e keni ende në shtëpinë tuaj një lule aloe vera, atëherë duhet ta mbani me patjetër atë në ambientet tuaja të shtëpisë. Pasi mundeni ta përdorni në mënyra të ndryshme dhe të siguroni gjithashtu edhe një mbrojtje për organizmin kundër një sër problemesh. Mund të përdoret edhe në emergjenca të gërvishtjeve, problemeve të lëkurës dhe problemeve të flokut. Ajo është e pasur me 10 vitamina të mira, çka do të ndikojë pozitivisht edhe në dukjen tuaj. Një studim ka treguar se aloe vera përmban vitaminën B12, e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, që është një mundësi shumë e mirë për të mbrojtur veten tuaj edhe kundër shqetësimeve të anemisë. Aloe vera mund të jetë një nga alternativat më të mira tuaja në këto raste, duke ditur edhe vlerat e veçanta që ato ofrojnë në dobi të shëndetit, do të kthehet kështu në një alternativë të shkëlqyer për të marrë më shumë vitaminë B12 në dietën tuaj dhe ndihmën e trupit për rigjenerimin më efikas. Të tjera studime kanë treguar se aloe vera mund të ndihmojë në disponueshmërinë biologjike të vitaminës B12, që do të thotë se trupi juaj mund ta përthithë dhe ta përdorë atë më kollaj. Kjo mund të parandalojë gjithashtu mangësitë e kësaj vitamine. Aloe vera është një burim i mirë i vitaminës A, vitaminës C, vitaminës E, acidit folik, kolinës, vitaminës B1, B2, B3 dhe vitaminës B6. Ajo është e mbushur shumë me aminoacide, aminoacidet të cilat janë shumë të rëndësishme edhe në përditshmërinë tuaj dhe mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacide thelbësore, të cilat i nevojiten trupit të njeriut. Ajo përmban gjithashtu acidin salicilik, shumë i rëndësishëm në këtë aspekt edhe në mbrojtjen e lëkurës suaj kundër këtyre shqetësimeve. Aloe vera është e pasur me 10 minerale cilësore, çka do të ndikojnë pozitivisht edhe në rigjenerimin e trupit dhe në eliminimin e shqetësimeve të ndryshme që mund t'i kanosen atij. Aloe vera ka shumë minerale duke përfshirë këtu kalciumin, magnezin, kromin, selenin, natriumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe manganin. Të gjitha këto minerale mund të ndihmojnë në forcimin e sistemit tuaj metabolik dhe të mbajnë larg gjithashtu komplikacione të ndryshme. Aloe vera është një bimë shumë e mirë e pasur edhe me enzima cilësore në dobi të shëndetit dhe të organizmit tuaj. Aloe vera përmban enzima të rëndësishme si amilaza që ndihmojnë në tretjen dhe shpërbërjen e dhiamit dhe në molekulat të sheqerit, një molekulë e cila është mjaft e rëndësishme për ta mbajtur lëkurën tuaj më të shëndetshme dhe për të ndihmuar gjithashtu edhe në rigjenerimin më të mirë të shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Aloe vera ka përfitime të mira jo vetëm në bukuri, por edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm, ku disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video sipas ekspertëve të Healthline. Ajo mund të parandalojë me 10 probleme. Bima e aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira, molekula të dëmshme për organizmin, duke i neutralizuar dhe duke i mbajtur sa më larg nga shqetësimet që i kanosen shëndetit tuaj. Aloe vera është një bimë e veçantë e cila do të ndikojë pozitivisht edhe në sistemin tuaj tretës. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të acideve e enzimave që bëjnë mrekullinë me tretjen. Veçanërisht enzimat që ndodhen tek aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit në yndyrë duke shkaktuar edhe një përmirësim të tretjes. Ato përmbajnë aminoacide thelbësore në dobi të organizmit. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme,
të cilët do të sjellin rezultate të mira edhe në sistemin tuaj tretës, citojnë ekspertët. Ndihmon për të pasur një lëkurë plot me shkëlqim. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën ujë në make-upin tuaj, por uji me aloe vera është një alternativë shkëlqyer e cila mund të sjellë rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të ndryshme. Aloe vera është një zgjidhje natyrale kundër shqetësimeve të akneve. Nëse doni që të mos vuani nga problemet e akneve, atëherë në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i aloe verës. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka një rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën që prodhohet nga vetë lëkura. Disa studime këshillojnë vazhdimisht përdorimin e aloe verës në këtë drejtim për të mbajtur larg këto probleme. Aloe vera mund të paksojë edhe problemet e dhimbjeve. Aloe vera përmban shumë enzima, një në veçanti është e mirë për të luftuar edhe problemet e dhimbjeve. Kjo quhet iskinase dhe mund të ndihmojë gjithashtu në luftimin e komplikacioneve të cilat i kanosen shëndetit tuaj. Rregullon lëkurën nga dëmtimi i qelizave. I ftohti shpesh mund të shkaktojë edhe probleme të lëkurës. Ndaj, aloe vera mund të jetë një zgjidhje shumë efikase në këtë aspekt. Duke mbajtur larg këto shqetësime, aloe vera mund të bëhet një nga alternativat e shkëlqyera për të mbajtur larg edhe shqetësimin që lidhet me shëndetin e lëkurës. Aloe vera do të jetë një mundësi shumë e mirë për të pasur flokë më të fortë dhe për të mbajtur larg problemet e tyre. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut tuaj të shëndetshëm, duke rritur qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës, çka do të ndikojë pozitivisht në rritjen e flokut tuaj dhe mbajtjen larg të shqetësimeve të tyre. Enzimat përbërëse të aloe verës do të ndihmojnë gjithashtu edhe në disponimin më të mirë të shëndetit tuaj të lëkurës. Aloe vera është një zgjidhje alternative edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak, pasi mundet të ndihmojë fal enzimave të saj në një stabilitet më efikas kundër këtij problemi. Diabeti është një çrregullim i metabolizmit, i cili nëse lihet pa u trajtuar mund të krijojë komplikacione të ndryshme edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Aloe vera është e njohur si një bimë me përfitime të larta për shëndetin. Ajo funksionon në të mirë të shëndetit, duke forcuar dhe duke mbajtur larg komplikacionet që i kanosen atij. Aloe vera është renditur nga ekspertët si një nga bimët më të veçanta për të mbajtur në shtëpi, sidomos edhe për të trajtuar komplikacione të ndryshme. Aloe vera mund të ndihmojë edhe mbi sistemin tretës. Kjo bimë mund t'ju vijë në ndihmë njerëzve që kanë probleme të zorrve. Në qoftë se zorët tuaja kanë nevojë që të pastrohen rregullisht, atëherë mund të përdorni edhe recetën me aloe vera, e cila mund të ndihmojë në përmirësimin më të mirë të tretjes dhe mbajtjen larg të shqetësimeve tuaja. Për një lëkurë të shëndetshme, të hidratuar dhe plot jetë, mund të përdorni gjithashtu edhe aloe verën. Aloe vera është një alternativë shumë e mirë rigjeneruese e lëkurës, sidomos në rastet kur ajo është dëmtuar nga faktorët e jashtëm, si dielli, i nxehti dhe i ftohti. Gjithashtu, aloe vera është një bimë shumë e mirë kundër infeksioneve dhe dhimbjeve në lëkurë, duke mbajtur atë më të pastër dhe larg nga këto keq përdorime të saj. Gjeli aloe vera ka veti antiinflamatore dhe gjithashtu mund të përdoret si një recetë alternative për një shëndet më të mirë të lëkurës suaj dhe jo vetëm. Nëse doni që të përfitoni nga aloe vera, këshillohet që ta përdorni atë në mënyrë të rregullt në dietat tuaja dhe të siguroheni që të mbroni edhe dukjen e saj. Prandaj, aloe vera është një zgjidhje alternative më e shëndetshme për të ndihmuar për shëndetin dhe bukurinë tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.